Nga prilli, bizneset kosovare do të paguajnë tarifa prej 10% për produktet që i eksportojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo pas vendimit të administratës së re amerikane Trump për tarifa reciproke ndaj të gjitha vendeve, përfshirë këtu edhe Kosovës. Nga dogana e Kosovës i kanë thënë RTK se gjatë vitit të kaluar vendi ka eksportuar mallra me vlerë mbi 39 milion euro në SBA, ndërsa për këtë vit eksporti ka vlerën e mbi 5.7 milion eurove. E pas këtij vendimi të Washingtonit, prodhimi i bizneseve kosovare pritet të bie sipas njerëzve të fushës, për çka thuhet se mund të ketë edhe rënje ekonomike të vendit. Padyshim që kjo nuk e bën shumë konkurrent, ose nuk e bën konkurrent me produktet ose të prodhuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose me produkte tjera që importohen në tregun e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, dhe këto produkte tona mund të situohen se mund të bie kërkesa për produktet tona dhe bie më pas edhe eksporti i produkteve kosovare në tregjet e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Kjo rrezikon edhe themi prodhimin e atij biznesi, edhe rrezikon pastaj edhe mirëqenien e punëtorëve aty. Padyshim, mbi të gjitha rrezikon edhe vetë të hyrat në buxhetin e Kosovës, ku e dim gjithë që pjesën dërmuese të hyrave buxheti i Kosovës e merr nga vetë taksat e bizneseve. Por çka ka eksportuar më së shumti Kosova në SBA? Rreth 42-3% kanë qenë në mobileri, dru, jestëk, dyshek, dhe këto e kanë bulu mbi 42-3%, më pas me 30% kanë ardhur tekstilit dhe veshjet e tekstilit, dhe pjesa e mbetur kanë qenë në materiale për plastikës apo goma dhe kështu me radhë. Nga dhoma e tregtisë dhe industrisë kanë kërkuar nga qeveria që t'u dalë në ndihmë këtyre bizneseve në mënyrë që mos të rrezikohet prodhimi i tyre. Paktën të kemi mundësi që edhe nëse është përfundimtare vendosja e temit tarifave të jetë sa më vogël e mundshme, sepse ne çdo tarife ka koston e vet pastaj negative. Në situatën e krijuar nga Oda amerikane në Kosovë kanë kërkuar që vendi të shqyrtojë heqjen në tërësi të tarifave doganore për produktet amerikane. Nga Ministria e Industrisë nuk janë deklaruar rreth tarifave të vendosura, derisa është kërkuar nga ekzekutivi që të lobojë drejt heqjes së tyre.